ka marrë menja që edhe pozita qysh flen ndikon se qysh trupi jët zhvillohet në fitness. Mundet mu dok pak qesharake, po pozita në të cilën ti shtrihesh kur flen ndikon në mënyrën qysh ti ki mu dok e zhvillu prej fitnessit. Kena thonë që secili veprim që ti e bën, qoftë ai rutinor apo jo, e ka një përqindje të caktuar se qysh ti zhvillohesh në fitness. E tash me flajt në bark, edhe pse është kogja e rehatshme për një shumicë, shpesh është tramon qafën edhe shpinën. Me kalimin e kohës, kjo ta prish drejt qëndrimin, e sot që e ki shpinën e bukur, do kërë si mës me pas kur gjë. Me flajt në krah, e me një astëk në mes të komve, është zgjidhje shumë ma e mirë, se e zvëglon presionin në ije edhe e mon shtyllën kurrizore ma drejt. Po për me u rikuperu mas miri, zgjidhja ma e mirë është me flajt në shpinë. Shpinën e mon drejt, gjaku qarkullon qysh duhet, edhe muskujt çlodhen pa presion. S'po thëm tash që me flajt në shpinë të rritën bicepsat, po mënyra qysh flen dikton mënyrën qysh rikuperohesh, e për një përqindje, ajo ndikon në mënyrën qysh dokësh. E ti kallëzën në komente në cilën pozitë rahatohesh mas shumti kur je tu flajt. E si gjithmonë, mos harro me bo follow Urbanin në krejt platformat, si dhe subscribe në YouTube.